Mëngjesi kësaj të mërkure e gjeti qytetin e Elbasanit të mbuluar nga një re masive tymi të zi. Flakët që përfshin një ditë më parë landfillin e mbetjeve u vunën kontroll vetëm në orët e para të mëngjesit, por shtollungat e tymit toksik kanë mbuluar zonën duke bërë situatën shumë shqetësuese. Shefi i emergjencave në Bashkinë e Elbasanit tregon se pse edhe pas kaq shumë orësh vatrat e zjarrit janë të vështira për të ushuar plotësisht. Vatra zjarr është në thellësi. Përbërja e lëndëve të mbetjeve urbane është ndryshme, të cilat shkaktojnë zjarr dhe gazra të ndryshme dhe ndihmojnë në acarimin e situatës. Neve kemi marrë masa duke bërë fikjen me ujë të përzier me shkum dhe mbulimin e tyre me dhe zavar. I pyetur se kur pritet normalizimi i situatës, ai tha: Ne parashikojmë që deri në darkë pjesën dërmuese të mbulimit ta kemi mbyllur dhe të vazhdojmë edhe gjatë natës edhe gjatë ditës nesme. Janë shumë disfavor, sidomos në mbasdite fillojnë erat, njëkohësisht lirimi i gazrave ndikojnë në acarimin e situatës. Ndërkohë për banorët që jetojnë pranë landfillit, situata është bërë e padurueshme. Kush do na i dali Zot që na ndihmojë na heqë këtë siklet? Se ne nuk është puna që së të matave dimë, javë porrim, kemi mal të hapim dritarë, sa në ndihë që e Zoti, se na banë vapër, s'kemi që bëjmë. Së darim të do të për jashtë flasim, marë majë dhe mbushemi, së mbushemi më shkrit. Maksimum. Keni frikë për shëndetin? Maksimum, edhe fëmijët e vegjël. Si ja keni bërë mbrëm? Shumë keq. Edhe kemi mbyll dritaret, shtëpitë dhe pa vinde era keqe. A duhen marrë masa për largimin e Urgjentisht, sa më shpejt. Ti dhe mundur, sa më shpejt. Mirë kemi fletë shumë me është keq. Erë në dotër, anë gjumë s'kemi ba gjumë të mirë fare, shumë keq, shumë keq. E sa ta herë është që pi zjarë këtu? Shumë herë ka rreth, vit për vit mund të vinë 2-3 herë në vit, 3-4 herë në vit. Varet. Jeni të shqetësuar për nivelin e ndotjes? Po normale, pësimi, në ndaj njerëz jemi. Nuk marrim ajrën e, që marrim ajrën e shpejt. Landfilli i mbetjeve në Elbasan u përfshin nga flakët pas ditën e së martës. Zjarri ra rreth orës 16:30, ndërsa u intensifikua gjatë mbrëmjes duke marrë për masa të frikshme. Pavarësisht angazhimit të 10 zjarrfikësve, shuarja e plotë e vatrës u bë e vështirë për shkak të sasisë së madhe të mbetjeve, erës së fortë dhe temperaturave të larta. Në terren ishin angazhuar 12 automjete zjarrfikse, 60 forca operacionale dhe 2 automjete nga forcat e armatosura. Ndërkohë që në ndihmë të tyre mbërritën edhe grupe nga Kamza, Tirana dhe Berati. Kjo është hera e dytë që landfilli i Elbasanit përfshihet nga flakët këtë verë, duke shkaktuar një ndotje alarmante.